Programi im përbëhet prej 10 pikave, ndër më kryesorët dhe në rënd pare kemi vendosur zhvillimin ekonomik lokal. Faleminderit jeta njerë për gëzime për iniciativën tuaj, për të interesuar për komunat shqiptare në veçanti në Maqedoninë e Veriut dhe vlerësojmë këtë gjë. Unë si kandidat në kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim, për komunën e Saraj që shpeshe cilësojmë si një nga komunat më të bukura në vend, nga fakti se pasurit natyrore që Zoti ja ka dhënë janë më të veçanta në nivel republikan, po garoj me vizionin për ta transformu Sarajin në 4 vjeçarin e ardhshëm. Po e them këtë pasi që pozita gjeografike, resurset natyrore, njerëzore e kapitale mundsojnë që komuna e Sarajit mos jetë vetëm një komunë rurale, po ta shndrojmë atë në komunë urbane. Edhe nga hapësira gjeografike dhe nga pozicioni, pasi që ne me votën tonë zgjidhet edhe kryetari i kryeqytetit të vendit, e cila është qeveria e dytë në vend. Programi im përbëhet prej 10 pikave, ndër më kryesorët dhe në rënd pare kemi vendosur zhvillimin ekonomik lokal, pasi që në komunën e Sarajit janë disa nga sipërmarrësit më të suksesshëm në nivel republikan, ata janë vendësit e Sarajit dhe participojnë diku mbi 4% të bruto prodhimit vendor në nivel të shtetit. Dhe atë shohim si një segment që ne duam ta përkrahim si komunë me qëllim që t'ju mundsojmë të rive vende pune të reja, por paralelisht ta integrojmë me cilësinë e arsimit, ku ne duhet t'i përgatisim ata të ri në bashkëpunim me biznesin për të gjetur më lehtë në tregun e ri të punës. Unë kisha një takim me disa nga biznismen dhe nga ata buroi ideja për të iniciuar disa drejtime në shkollën e mesme që e kemi në Saraj për komercializëm dhe logjistik. Janë disa nga drejtimet që më shumë t'ja ju duhen bizneseve dhe pikërisht kjo do të jetë një nga iniciativat e komunës. Arsimi është pika më e dobët e imja, duke patur parasysh se vetë jam ligjërues në universitet dhe e di cilat janë pikat të cilat duhet të fokusohem për ta ndryshuar cilësinë e arsimit. Pikë së pari, por edhe për të investuar në infrastrukturën arsimore.